Rreth 900.000 pensionistë dhe përfitues të skemave të sigurimeve shoqërore do të marrin pagesa më të larta duke nisur nga data 1 korrik, pas vendimit të qeverisë për indeksimin e pensioneve dhe përfitimeve me 2.7%. Vendimi u miratua në mbledhjen e Këshillit të Ministrave dhe u prezantua nga Ministre e Ekonomisë Delina Ibrahimaj. Indeksimi synon të kompensojë rritjen e çmimeve dhe efektet e inflacionit, i cili këtë vit ka kaluar nivelin 3%, indikuar dhe nga zhvillimet gjeopolitike në lindjen e mesme, që sollën rritje të çmimeve të karburanteve dhe produkteve të tjera. Ne sot në mbledhjen e Këshillit të Ministrave miratuam indeksimin e pensioneve për vitin 2026. Është një vendim i cili dal nga dal por rikthehet në atë shtratin që ka pasur neve gjatë vitit 2022 gjatë krizës energjetike, duke qenë se indeksuam 2 herë pensionet, indeksuam dhe në prill dhe në tetor. Indeksimi kishte mbetur në muajin tetor dhe ishte ndodhte gjithmonë atë muaj që prej viti që vjen data 1 korrik në vitin 2026, pra ne do të indeksojmë pensionet me 2.7%, pra të gjitha pensionet e pleqërisë, por edhe pensionet e veçanta apo edhe përfitimet e barlindje janë rreth 900.000 përfitues, të cilët nga data 1 korrik do të kenë të aplikuar indeksimin me 2.7%. Sipas përllogëritjeve, pensioni mesatar urban i pleqërisë, që në fund të vitit 2025 ishte 20.123 lek, do të rritet me 543 lek në muaj, duke arritur në 20.666 lek, ndërkohë pensioni mesatar rural nga 11.878 lek do të rritet me rreth 320 lek, duke shkuar në afro 12.198 lek në muaj. Përveç pensioneve të pleqërisë, me të njëjtën normë prej 2.7% do të indeksohen dhe pensionet e veçanta dhe përfitimet e barlindjes. Ky është indeksimi i dytë brenda vitit dhe rezulton me 0.2%, më i lartë se ai zbatuar në tetor të vitit të kaluar kur pensionet u rritën me 2.5%.